Pas tërmentit të mbrëmshëm në Prizren, sot për televizionin Besa, drejtori i shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, pohoi se pas goditjes së mbrëmshme të tërmetit në Prizren, ne si komune si drejtori me njëherë kemi dalur në terren dhe nga afër jemi njoftuar për gjendjen aktuale se qyteti është goditur nga një tërmet me magnitudë 4.8 ball, por deri më tani nuk ka raporte për dëme materiale apo lëndime në njerëz. Po, mbrëm Prizreni është përballë me një tërmet dikon me magnitudë 4.8 ball dhe ne jemi informuar edhe nga mediat, edhe nga rrjetet sociale, po edhe kemi përjetuar edhe vetë ne si qytetarë kësaj komune faktikisht jemi që është shkaktuar një tërmet, po tërmeti ka qenë i shkurtër, ka qenë i fortë, ka qenë goditja e fuqishme, ka qenë i shkurtër, por ne njëherë jemi mobilizuar dhe kemi dalë në terren dhe kemi parë që mos ka ndonjë dëm qoftë material apo qoftë me njerëz, po fatmirësisht nuk ka pasur dëme materiale, por nuk ka pasur as dëmën e njerëzve, nuk ka pasur edhe të lënduar që kanë kërkuar ndihmë nga për të shëruar diçka, por nuk ka pasur. Njëherë kemi dalur dhe kemi mbledhur informacione. Ukimeri gjithashtu shtoi se institucionet janë ka dishmëri për të ofruar ndihmën e nevojshme dhe po monitorojnë situatën me kujdes. Gjithashtu ai tha se tani kemi dhënë edhe numrat e telefonave në rast të ndonjë nevoje. Po së drejtorisë sonë ka dishmëri kemi edhe ekipin emergjent për të njoftuar për të gjitha informacionet, porosit drejtori Islam Ukimeri. Sepse mbrëm ne më njëherë kemi aktivizuar ekipin që e kemi dhënë edhe numrat informuese dhe numrat për ndihmë për të dalë çdo qytetar që ka pasur ndonjë nevojë, por fatmirësisht deri më sot nuk është lajmëruar dhe nuk ka paraqitur asnjë qytetar që ka pasur ndonjë dëm, qoftë material apo qoftë me njerëz.